Temperatura përvëlluese, meteorologët zbulojnë orarët e pikut, të moshuarit dhe fëmijët të qëndrojnë në shtëpi. Velaj të nxehtit vazhdon të përfshi pjesë të mëdha të Europës, derisa autoritetet në shumë vende kanë lëshuar paralajmërime shëndetësore për shkak të temperaturave përvëlluese. Duket se Spanja jugore është rajoni më i prekur me temperatura rreth 40 gradë Celsius të regjistruara në Sevilje dhe zona Tinje. Një rekord i ri nxehtësie për qershorin prej 46 gradë Celsius u shënua të shtunën në qytetin El Granado, sipas shërbimit kombëtar meteorologjik të Spanjës, i cili tha gjithashtu se ky muaj pritet të jetë qershori më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë. Paralajmërimet për vap janë në fuqi në pjesë të Portugalisë, Italisë dhe Kroacisë, me paralajmërime të shumta të kuqe që mbulojnë zona të Spanjës, Francës, Austrisë, Belgjikës, Bosnjës dhe Hercegovinës, Hungarisë, Serbisë, Slovenisë dhe Zvicrës. Por si parashikohen temperaturat në Shqipëri? Këto masa të nxehta që kanë përfshirë Europën do të prekin edhe Shqipërinë të paktën deri në datën 10 korrik dhe do të jenë dominante në pjesën më të madhe të Ballkanit. Sot temperaturat parashikohen të ngjita në 38 gradë Celsius, dita e marrë dhe në vijim do të sjellë çdo ditë rritje të temperaturave, ku ditët më të nxehta do të jenë kryesisht e mërkura dhe e njëjta, ku në presin temperatura 40 gradë që do të shënohen në Treqarqet, Berat, Elbasan dhe zonat mbi Shkodër, Kopliku dhe pjesa më e madhe zonave të ultësirës perëndimore nga Shkodra deri në Fier, ku termometri do të shënojë temperatura deri në 39 gradë Celsius, edhe Tirana po ashtu. Pak më freskët paraqitet vija bregdetare deri në 37 gradë. Zonat malore ngjiten në 33 gradë Celsius, por edhe Kuksi dhe Hasi ngjiten në 36 gradë Celsius. Java do të jetë e thatë dhe nxehtë, duke përjashtuar të shtunën, ku do të jenë disa rebeshe vetëm në skajin veri-lindor për disa minuta dhe më pas do të ketë diell. Rrezikohen edhe zjarret në zonat veri perëndimore për shkak se gjatë këtyre ditëve do të kemi erë relativisht të forta dhe kjo bën që të zgjerohet harta e zjarreve në vend. Megjithatë pritet që nga mesjava të kemi një rënje të shpejtësisë së erës. Do të kemi temperatura mjaft të larta gjatë gjithë javës. Orari pikut nga ora 11 deri në 15 dhe 16 pasdites është me intervale ku do të jetë koha më e nxehtë. Temperaturat minimale nga nesër do të rriten kryesisht në zona tropikale, në vijën bregdetare, kryesisht jugu, pjesa e qarkut të Vlorës. Flasim për temperatura të matura në hije nën 40 gradë, që do të thotë se në vendet e zhveshura ku nuk ka hije dhe vetëm diell të paktën ne ndjejmë mbi 45 gradë Celsius, thonë meteorologët. Kujdesi duhet të jetë shumë i madh për të gjitha moshat e treta dhe fëmijët sidomos të mos dalin jashtë nga intervali nga ora 11 deri në 15-16 të pasdites, ose dalja për të gjithë njerëzit që janë të detyruar të kujdeset e ecin në vende poshtë pemëve dhe hijeve, pasi në hije janë 3-4 gradë më të ulta temperaturat dhe patjetër duhet të mbajnë gjithmonë shishe me ujë me vete. Përdorni veshje me ngjyra të çelta dhe mundësisht të bardha, pasi nuk thithin shumë rreze, sepse le të themi që sa herë ka temperatura të larta ka problematika të theksuara tek njerëzit, sidomos tek ata që janë të sëmur kronik, fëmijë dhe të moshuar, të paktën të mos dalin në intervalin e sipërpërmendur, shprehen meteorologët.